Ne jena umet mesatar. Për këtë arsye feja Allahut Azza wa Jall a fe nga dhjimtare. S'ka mundësi. Bota ta pranon dhe një din përveç se Islami. Dhe këtë kjo që i bëhet anti-islame, që janë shdo bon në përmes medjave ndryshme, bëhet për që këtë qështë. Se nuk kanë sistem, nuk kanë fe, nuk kanë religion, që i përshtatët në të shmërisë njeriut të mequr. Veç feja. E vetë me feja është ajo e cila i plëtson këto kritere. Për ata, Allahu Azza wa Jall veçanti këtë ditë, për këtë ditë, për si vjetë je ka fillu, mendoj se ajo aleon se e muslimanve me evropianët. Se evropianët tash kanë med në balë, ju e dini, gjendjen politikë. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall është duke i hapën dyrët e pranimit të islamit në veçanti në Evropë, në kalat e Evropës ka me shkel islami shumë shpejt. Ka mu qliru këtë vend. Për shkak se a bota e Evropës është bota e shkencës, bota e turisë, bota e përparimit. Dhe nuk përpudhët, s'ka mundësia i të kthehet krishterë të botë, ta ngoj e priftin viqa i di dhe ti s'duesh me dit as me lexu. Ato për këtë arsye kanë përmbys kish. Për shkak se ka qenë fe ngurtë. Feja islame është feja e cila depërton dhe ka me depërtu, ku ka depërtu, nota dhe dita. Se është feja e natyrshmërisë, është feja e shkencës, feja e përparimit. Asgjë feja nuk e pengon dikan për kundrazi e ndihmon me përparu. Rreziku botëror nga kanosët, nga kamot. Apo kamot, apo qesin araqën. Fundosja e ekonomisë botërore, cila zhvillon luftët të mëdha, tentojnë luftën e tretë botërore të adhesin për ekonomi. Nga ju ka orë, sherri nga ka orë nga ka mot. E Islami këtë çështje e ka zgjidh. E ka qitë në tokë edhe ka zgjidh problemin e çështjes alternativat e shumta që i ka përun, që i ka mojtë disa ligjërata, cilët alternativa Islame i ka përuan çështjen e zgjidhjes e problemit të kamotës. Se kamota kultivon vetëm se mbledh kapital dhe nuk zhvillon, e shton papunësi. Pse? Se banka qendrore ti e jep me 5%, banka e dytë je jep ati me 7%, e ai je jep me 10%, e ai do me thonë që pasuria e patunçme qarkullon në dorën e bilionerave, jetë dora e punës, jetë pa punë. Rezultati ka motë. Në tërsa ne kena një zgjidhje i thej mudarabet të cilin e ki pasisht në ortak, ti punën unë e parë. E për ata kështu në e gjallërojmë tokën dhe e zhvillojmë botë. Mora me orën këta. Këta projekte janë bërë motë. Me po deri sa kupton të shuen hajnët pak këtë më dojë.